Ka një statistikë botërore fillimisht që rreth 48% e sulmeve kibernetike që ndodhin në botë janë pikërisht në periudhat e festave apo në periudhat e weekendeve. Dhe kjo është e logjikshme për shkak se në këtë periudha jemi më pak të kujdesshëm. Festat janë ato të cilët me magjinë e tyre na përfshin dhe si pasojë humbasin vëmendjen ndaj mbrojtjes kibernetike, në cilën, siç e thash edhe në fillim, është tashmë një mision i gjithë kombit. Të gjithë ju që sot jeni pjesë e këtij eventi, jeni në fakt sensorët dhe ambasadorët në cilët do të mbrojmë situata të cilët mund të shkaktojnë probleme të jashtëzakonshme në infrastrukturat të cilët neve i përkasin.